Por ama, nëse ata i duan për 2 veta dhe unë e dua për 60.000 veta, këtu s'ka asnjë barazi dhe këtu s'mund të vendosë askush asnjë shenjë barazie. Në cilat kushte unë nuk shoh asnjë tentativë të palës serbe sot me dëshirën që ka pala serbe, me kërkesën që ka pala serbe për të hapur një konsullat të përgjithshme në Shqipëri, në reciprocitet me kërkesën që ka bërë pala shqiptare për të hapur një konsullat të përgjithshme në Luginën e Preshevës, unë nuk shoh asnjë element të cënimit të në një lloj thërrime që lizet të interesit kombëtar të Shqipërisë. Interesi kombëtar cënohet kur vërtetohet që përfaqësues me kuverturë diplomatike dalin jashtë statusit që u është dhënë, jashtë kuverturës që u është miratuar dhe cënojnë interesat të vendit ku janë akredituar, sepse nuk veprojnë as në përputhje me legjislacionin shqiptar që është domosdoshmëri në rastin e çdo përfaqësie diplomatike të huaj në Shqipëri, të gjithë janë të detyruar dhe kanë elementin 1 për të zbatuar ligjin e vendit pritës. Të gjitha përfaqësitë shqiptare, të gjithë diplomatët shqiptar e kanë detyrim të zbatojnë legjislacionin e vendit pritës. Kanë kuverturën diplomatike, ndjekin udhëzimet e shtetit nga ku varen dhe ku i raportojnë, por ama veprojnë në përputhje me norma të përcaktuara. Dhe unë sot thjesht vetëm me faktin që një vend tjetër me cilin unë kam marrëdhënie diplomatike, në këtë moment reciprociteti kërkon të hap një konsullat, unë nuk shoh ndonjë problem. Forcën e tyre për të na induktuar apo për të na imponuar vendime, të cilat në fakt mund mos jenë qoftë në propocion apo edhe në situash për mendimin tim kanë qenë deri diku të njëanshme në kërkesat që ata kanë patur në raport me Shqipërinë. Dhe për çfarë keni fjalën konkretisht? Mendoni se është e drejtë që ata të kërkojnë hapjen e një konsullate në rastin ton në Shkodër, ndërkohë që ne kemi një numër shumë të ulët. Edhe pas të censusit. Sa qytetar me komsi greke ka në Korçë? Nuk ka lidhje me numrat se sa numra kemi ne shqiptar. Sa fëmijë shqiptar keni në Greqi, të cilët nuk mësojnë dot shqip, sepse nuk kemi arritur dot një marrëveshje që gjuha shqipe të jetë gjuhë e detyrueshme.